pak më shku, pak më larë historikisht. Veç më shko shumë largë, se po mesëm që Jo, s'po shkoj shumë largë. Okej. Gjë periudhë, gjë ku, i ka pasë dhe rapsodjet e veta. Po. Rapsodjet, si pas mendimit ten, janë njerëz ma inteligent të kohës, të cilët me kongën e tyne, me punën e tyne, me veprën e tyne, kanë dasht që ta ruajnë, ta mbajnë frymën gjallë, morale të qytetarëve, të cilët vazhdimisht kanë qenë nëpër lufta, kanë dasht të ngrisin vetdijen kombëtare apo vetdijen e luftës për çlirimin edhe e formimin e shtetit, dhe kjo realisht fillon për marrë shembull për periudhës parahistorike, po vazhdon deri në ditët e sotme. Kush janë rapsodët? Rapsodët janë muzikantë të cilët profesionin e tyne, kongën e tyne e kanë ushtruar jo nëpër institucione edhe jo nëpër shkolla. Rapsodët janë ata të cilët kanë arrit me krijuar edhe me artikulue idenë dhe mendimin e tyre gjatë historisë. Prandaj, pse e kanë bërë këto? E kanë bërë për faktin e asaj sepse në historia së popullit shqiptar, i cili ka kaluar gjatë historisë, në sundimin e perandisë romake, pastaj saj bizantine, pastaj saj osmane krejt, e vetmja rrugë ju ka met për ta mbajtur shpirtin gjallë, për ta mbajtur dashurinë për gjuhën, për kulturën, për herojt, për kreshnekët, sepse domethënë rapsodi fillon me fillimin e lindjes kreshnekëve, është dashur të këndohet edhe të forcohet marrëlesh populli shqiptar. Rapsodët e mëhershëm kanë kënduar, por kanë lëvizë dhe kanë kënduar, pastaj edhe kanë përdor edhe lahutën. Domethënë kanë punuar dhe kanë vepruar. Edhe sot tash normal, pas kësaj luftës fundit, ose pas vitit 2000, vitit 2000, filloi pak muzika, po të njëjtën kohë edhe zhvillimi edhe orientimi i shoqërisë shqiptare në Kosovë, për shumë arsye dhe shumë shkaqe, sepse u infiltruan këto edhe shërbimet e huaja, edhe njerëzit e huaj dhe populli shqiptar tash ishte në një krizë tepër morale, për të cilët në kohë humbën duke lypë të vartë të vramë, duke lypë të lënduarit, duke lypë njerëzit të cilët ishin shpërndajshën hupë, edhe tash mrena kësaj periudhe ishte domosdoshme me kriju edhe me lind normal edhe një muzikë, e që tash pas luftës kemi dy lloj muzikash. Kemi tentimin edhe i falenderojmë rapsodët e Kosovës tash, të cilët u munduan edhe vazhduan rrugën e tyre për mbajtjen gjallë të çështjes, të luftarëve të lirisë të 80-ve, të punës kombëtare, të punës të shoqërore, të punës të ngritje edhe mja u përkujtuar gjeneratave të reja edhe njëherë se gjithmonë ju ka kënduar atyne të cilët kanë qenë si ushtarë, atyne të cilët e kanë mbrojtur territorin shqiptar e krejt, dhe keni kujdes me një fjalë, kanë porosinë e tyne, keni kujdes se çdo muzikat të cilat janë të imponuara nga shërbime apo nga institucionet të qëllimshme për interesa personale në kuptimin e saj, ose për interesa për fitim prurse, që nuk janë gjithashtu edhe krejt edhe ashtu që po mendohen. Prandaj, unë e vlerësoj rapsodin edhe këngët e rapsodike, por jam interesuar që krahas këtyne, këta bashku duhet të organizohen edhe të ulen në për treza trumullakta dhe vazhdimisht të bojnë edhe reforma dhe ndryshime. Duke këto ndryshime, jo në kuptimin rëndësor, në bazë, ose në temë, po me ju për shtatës kohës, sepse vazhdimi i sistemit vjetër punës, edhe aty në saper, në këtë zhvillim tepër teknologjik, e tepër për shembull shpejt, normalisht, që pastaj fillohet më ullë dhe më do kjo farë forma ose kongve rapsodike. Cëllë është mendimi për grupit Zhutat, prof? Mendimi im për... A janë atë grupin e parë apo këtë grupin tjetër? Po bashkëret unë tash momentalisht unë këto nuk u mujt shumë i përcjell, po megjithatë për mua rapsodët duhet ta kenë një qëllim caktuar, një program, një projekt mbi të cilin do të orientohet gjithmonë duke afruar njerëz edhe njerëz të mirë të muzikës që janë ata që i kompozojnë këngët edhe muzikët, edhe të
ja dhonë ngjyrën e rapsodit që vazhdon deri në ditë të sëndme. Me çdo kusht e kemi për obligim, sepse populli shqiptar e veçanërisht duhet me falendëruar Zëmer Nezirin, i cili ai ka arrit me e dëpërtuar edhe në për qendrat e ndryshme të institucionet të ndryshme për edhe fol që ka hy në mbrojtjen e rapsodit.